sepse përmend edhe Gjersa po flistim ne të dyja pas kamerave, po edhe tash në studio, që eventet kryesisht domethënë vëmendjen dhe atë le të themi mesazhin mundosh ta përcjellësh tek femrat apo gratë mbi moshën 40 vjeçare apo jo. Pse pikërisht tek ky grup moshë? Po më shumë shfaqje tek këto Artemis, domethënë moshën 40 vjeçare apo 40 vjeçare, themin të na kuptojnë edhe pak më mirë publika, por e përjetojnë ato më shumë. Tek ato shfaqje ne kemi biseduar edhe me doktor Argjendin se mosha 30 vjen, 35 dhe 40 vjeç. Këto kanë nevojë të kenë në mbikëqyrjen e mjekut dhe këto nuk themi, domethënë me karta hapur këto nuk e mbikëqyrin vetën shkaku se mendojnë jemi të reja ende kemi kohë. Por faktikisht duhet të kemi kontrollat një të pasnjëshme të kësaj moshe që të kujdesemi për shëndetin dhe thash kemi fëmijë që domethënë kanë nevojë për nënat e tyre. Kemi femra apo gratë prezente tek eventet qoftë të kryeshojnë? Po, kam pas vitin e kaluan moshën 2 vite më përpara, domethënë, kam pas prezente njëra që kish pasur kancerin e kish luftuar. Edhe kur prezantoja unë, u mbushën syt me lotë dhe diçka më erdhi si fort, është një grua që ka luftuar kancerin, është prezente dhe ju jep forcë grave të tjera. Ashtu.